Ti çfarë ke për ti a ke vordi? Kështu të në ditë. Po ty, më lina nga dashuria, po tjerët, hajde jemi që jemi, hajde bëjmë ne këta. Ne jemi mrekullia e jetës, femra. Ashtu si që jemi, të thata, të shëntuara, të shtrëmbura, të shkurtra, të gjata. Në botë, ende dashuria nuk ka zbritur në tokë. Damn, got the dona. Damn, got the dona. Damn, got the dona. Mirë se erdhët në kanalin YouTube me Flori Gjini. Ju lutem, bëni subscribe dhe përqim të ky kanal. Atëherë, fillojmë emisionin Damn me Dodona Qosa. Jeta është kënd vështrim. Ju lutem, ndërtoni filozofinë e saj. Mirë se erdhët pra. Ju lutem, subscribe. Ka periudha që nuk ndihem fare mirë me veten dhe kjo reflektohet direkt në marrëdhënie, po patjetër. Ka periudha që nuk ndihem fare mirë me vete dhe çdo gjë varet nga vetja jonë. Dhe po që se nuk jemi mirë, nuk ndihemi, çdo gjë do ta parashtrojmë. Çdo gjë, se këto janë faktorë, janë fëmijët, janë njerëzit, është puna, janë çdo gjë, të gjitha diskutohen. Kur mos i mbaj në vetvete, se gjithmonë është një helm që i fut vetes tande se nuk ndihesh mirë, e vërtet dikur nuk ndihesh mirë, edhe ku duhet sheshoj çdo gjë. Po sheshoj gjithçka, zorë se ngrihen marrjet për pjesë. Keni kujdes. Kalojmë te pyetja tjetër. Mendoj që shumica e çifteve nuk flasin për këtë temë, derisa bëhet problemi i madh. Ndos. Jo shumica. Po thonë, e di si është kjo pjesa këtu kjo, se nuk dua as të gjykoj as një gjë, se nuk kemi të drejtë kur kërkosh nuk ka të drejtë të gjykoj, por nuk do flasim kur për të tjerët. Mendoj se shumica e çifteve, çfarë të duhet ty me shumicën e çifteve? Ti drejtoje vetëm për veten tënde pyetjen, nuk ke punë me të tjerët. Ata të tjerët ku e ti di çfarë halli kanë? Ose shikon që është i lumtur, ku di ti se çfarë ka? Ose është i mërzitur. Po pse është i mërzitur? Nuk flasin për të tjerët. Do më dërgosh pyetjet më drejtosh vetëm për veten tënde që të mundet, se në social ashtu është po bëhen, luftra po bëhen. Luftra pse po bëhen? Pa filloni çik me këto që po bëhen. Dhe këto gjëra njerëzimi duhet me shumë gjëra, nuk do flasin për të tjerët. Do flasin vetëm për veten tonë, se po ndonjë të shikojnë të tjerë çfarë bëjnë tjerët, hajt bëj çfarë bëjnë tjerët. Jo, nuk është, duhet të jenë pyetje të përgjithshme, nuk kanë se çfarë të thënë. Kaloj te tjetra. Para martesës askush nuk flet për përputhjen seksuale. Pastaj habitini pse ka probleme. Ti çfarë ke për ti a ke vordi? Kështu të në ditë. Ama se këto të kështu. E thonë, pastaj më për veten tonë se nuk të kupton njeri se po sheti more. Ju vjen tu edhe pyetët keni turp të bëni pyetje më. Po bëjmë në numrin 1. Në 1 po. Le ta kesh dëgjuar nga dikush tjetër, edhe bëjmë në numrin 1. Pse duhet ta themi në të tjerët që kanë bërë ti kështu ty me tjerë. Gjithmonë lini komentet tuaja. Ju lutem. Ju kam rigja. Kalojmë te pyetja tjetër. Me kalimin e viteve më kanë ndryshuar komplet dëshirat dhe nuk di si t'ia shpjegoj partnerit. Si kanë bërë prindrit tanë për zotin? Nuk e di, unë kam patur fatin e bukur dhe të mirë të mrekullueshëm që kam patur 2 prindër të dashuruar. Edhe te libri im është tek stacioni i trenit Art Studio, është vjetësh antologjia për dashurim, edhe është dashuri e dashuruar. Kështu kam lindur unë. Dhe bile motra ime tha një herë, me ti tha se unë jam e para, po me ty ata u mësuan. Po ty, më lina nga dashuria, po tjerët, hajde jemi që jemi, hajde bëjmë ne këta. Kështu që nuk kumbet kur dashuria, mos kemi flim nga dashuria. Ndoshta problemi më i madh është që të gjithë bëjmë sikur gjithçka është në rregull. Po ç'të duhet kjo? Ndoshta problemi më i madh është që të gjithë, po ç'të duhet me të gjithë ty, edhe do bëj sikur. Dhe nuk është gabim të bëjmë sikur. Tani, kjo është vërtet që është një tematik mjaft galopante dhe këto tematika mund të mbeten të shtillen përjetësisht breza dhe breza. Pse? Këtu është hipokrizia. I dikur kanë thënë, në botë ende dashuria nuk ka zbritur në tokë. Dhe vërtet nuk ka zbritur në tokë, se është kaq që e madhe. Dhe po të kishte dashuri absolute, njerëzit do ishin të tërë të mrekullueshëm, të gjithë do ishim të bukur përjetësisht, pa çka rrugave, pa çka finjave të bardha që na vijnë. A jeni vënë tani këto që fryen edhe bëjnë kështu edhe kështu, që bëjmë sikur gjithçka është në rregull. Edhe vjen tani bëjmë buzo, bëjmë këto, herën tjetër
unë do vije parfumosur, e lustrosur. Përshëndetje Dodona. Jam nga Michigani. Jam 22 vjeç dhe nuk dua të sakrifikoj veten për një lidhje. A është gabim kjo? Njerë ju përshëndes, 22 vjeç, po nuk është sakrific një lidhje. Zakonisht, kur nuk e di sa kohë dhe sa vite, duhet më lësh komentin tu që të di sa kohë ti je me partnerin tënd që të mund të përgjigje. Në rast se ti nuk ndjesh mirë dhe e me partnerin nuk jeni të përputhur në mentalitet, në ëndrat e juaja dhe nuk keni ndërmend që të vazhdoni këtë lidhje, nuk e di, po provoj njërë të komunikoni me njëri tjetrin, përshtatuni më mirë, bisedojnë gjërat çfarë ju ndajnë dhe çfarë u bashkojnë, vërini në një peshore. Nëse ana pozitive është më tej, më e madhe, atëre vazhdoni. Nëse nuk keni energji pozitive me njëri tjetrin, është e mira që kot qine në atë lidhje. Po ja u premtoj dhe ja u besoj një fjalë. Përshtatuni, bashkëbisedoni se mos kujto se dikush tjetër do të fali diçka më tej. Mësojeni trupin e njëri tjetrit. Mësojeni dëshirat e njëri tjetrit. Atëherë do t'jeni, besoj që do t'jeni të mirë. Ja uroj me gjithë shpirt që të kemi një dasëm. Le dasmën te Dodona. Jam 53 vjeç e kam përshyrë shumë në intervistë. Më ke frymëzuar. Kam një burr i cili ka pirë gjithë jetën alkool. Më vjen turp ta ndaj sepse fëmijët janë të rritur, por nuk mundem dot më. Ta uroj me gjithë shpirt të mos e ndash kurrë. Përse e them këtë? Zakonisht pija është një nga shkaqet kryesore, sidomos të moshat tona që jemi çik të rritur. Po, a e ke pyetur në njërë burin pse pi? Pastaj, shko bashkë me të pini të dy. Dhe ja uroj me gjithë shpirt të zbusni marrëdhëniet me njëri tjetrin. Dhe ka mënyra, ka metoda. Shkoni diku, shkoni në një kinema, shkoni në një lulishte, udhëtoni të dy bashkë, rria afër burrit, besoj që më mirë do të jetë. Kam qenë shumë e dobët, por jam shëndoshur dhe nuk më ndihem rehat me trupin tim. Këta e thash edhe pak në tek pyetjet e tjera, po që se më ke dëgjuar, e megjithatë beson. Konstrukti njerëzor gjithmonë është në rritje. Kjo është tek profili i profesionit tim dhe ta flas me kompetenca të ndaja. Zakonisht ushqimi dhe tepërica që neve marrim nëpërmjet vakteve gjithmonë na ndikon në ndryshimin e strukturës të trupit tonë. Ta uroj dhe me këto çajrat bimore që janë këto me xhinxhere me kështu gjonash, edhe silli përsëri linjat e trupit në formën siç ke qenë para 20 vjetëve, para lindjeve. Nëse nuk arrin dot, ti mëson me trupin tënd, nuk është gabim ti je shnosh dhe bu një çik stilata. Le ti je shnosh. Shëndeti është i bukur. Besom që është i bukur. Edhe sidomos në marrëdhënie seksuale, edhe unë kam patur këtë problem, edhe më ka thënë partneri, po ti je si komardare, edhe kemi qeshur të dy. Se dhe unë të gjithë e duan perfekten, për që s'mu pjeni. Bisedoj me partnerit tënd të mos ndihesh keq. Dodona, je shumë e mirë të ndjek nga Italia. Kam një presion të madh nga vjera ime, të cilën vërtet e dua shumë, por insiston që duhet t'i jap fëmijës qumësh xhiri. Ndërkohë, unë e kam pak me merak, sepse kam dëgjuar që pasi ti afësh gjë, forma e tij të prish. Është gabimi më i madh dhe ju femrat e reja do të jepni gjë fëmijës nga gjiri juaj, se ky është misioni jon. Le të prishën e le të varen e vetëm fëmijat të shëndetshëm. Jo, gjiri i femras, i nanas është gjithçka për ndërtimin e fëmijës. Ja uroj me gjithë shpirt të jemi mirë, nëna të mira, të bukura, ashtu siç jemi. Të thata, të shëntuara, të shtrëmbura, të shkurtra, të gjata, ne jemi mrekullia e jetës, femra. Ju lutem, lini komentet tuaja, edhe tek puntata tjetër që kam bërë me Florin, edhe që aty do marr përsëri pyetjet dhe gjërat e juaja dhe do jemi bashkë përsëri. Sa për sot, mendoj që mjafton. Dejm me Dodonën. Jeta është këndvështrim, ndërto filozofin e saj. Miru takofshim, miru pjekshim në emisionet e radhës.